Dizajni genial i nëndetëseve narkotike. Kjo është një narko nëndetëse, një automjet detari i fshehtë i projektuar për të transportuar droga nga Amerika e Jugut në SBA dhe ndonjëherë edhe në Evropë. Gjatë dekadës së fundit, autoritetet kanë kapur mbi 200 të tilla, por ka shumë më tepër. Sot do të hedhim një vështrim në 4 modele të ndryshme, duke filluar nga ato të thjeshta deri te ato transatlantike me teknologji të lartë. Si funksionojnë këto nëndetëse? Si i shmangen zbulimit dhe çfarë bën roja bregdetare për t'i kapur ato? Ka shumë mënyra për të kontrabanduar kokainë në tregjet me fitim të lartë të SBA-s dhe Evropës. Çdo vit, autoritetet sekuestrojnë qindra ton kokainë para se të arrijë në rrugë dhe shumë ton të tjerë i kalojnë ato. Në këtë lloj maceje me miun, kartelet vazhdimisht dalin me mënyra të reja për të shpërndarë produktin e tyre. Në fillim, narkonëndetëset bëheshin për udhëtime të shkurtra, por me kalimin e kohës, prodhimi i tyre u profesionalizua. Një industri e fshehur filloi të lulëzonte. Ky është Oscar Moreno Ricardo. Autoritetet kolumbiane i quajnë atë mbreti i gjysmë nëndetëseve. Thellë në xhunglën e dendur kolumbiane, i fshehur përgjatë një lumi, ai drejton një kantier detar klandestin shumë larg mundësive të autoriteteve. Në vende si ky,